Dhe gjithë e mora fjalën në fillim, ndryshe nga agenda, për shkak se nuk mund qëndroj gjatë, por nga ana tjetër nuk mund të rria dot pa ardhur në këtë aktivitet ku për vetë rëndësinë që ka tema e eksporteve janë të pranishëm edhe Ministria e Ekonomisë, Ministri i Bujqësisë, shikoj zonës Ministrën e Ekonomisë po ashtu edhe të tjerë, ndërkohë që dua të shfrytëzoj këtë moment për të theksuar domosdoshmërinë që të gjitha kompanitë tona, të cilat janë në një proces transformimit vazhdueshëm për vetë ambicien që kanë për të rritur, është domosdoshme që me patjetër të mbajnë syt edhe nga çfarë i pret në një të ardhme jo shumë të largët, kur Shqipëria do të jetë anëtare e Bashkimit Evropian, pasi Bashkimi Evropian është një hapësirë mundësisht jashtëzakonshme, por është edhe një prag sfidash të jashtëzakonshme. Dhe ata që do të jenë të gatshëm të adoptohen, do të jenë fitues. Ata që nuk do të dinë të adoptohen, do të jenë humbës. Sot ne jemi në nisjet e një tjetër viti shumë të rëndësishëm në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, dhe ndërkohë jemi këtu për të mbështetur gjithë bashku një nisëm të AIDA-s, të Agjencisë Sonë të Investimeve, e cila tani më është kthyer nga dikur një zyrë informacioni në një mekanizëm mbështetje që monitoron, që asiston dhe që orienton të gjithë ata të cilët i adresohen. Dhe një nga gjërat më të rëndësishme për ekonominë tonë patjetër është domosdoshmëria për të rritur vlerën e krijuar në vend, dhe një nga sfidat dhe objektivat më të rëndësishëm të AIDA-s është pikërisht mbështetja e eksporteve duke mbështetur prodhimet Made in Albania. E pikërisht për këtë arsye, unë shoh me shumë simpati, por edhe njëkohësisht qeveria është këtu dhe do të jetë në vijimësi me ju për ta mbështetur përpjekjen për ta vendosur eksportuesin në qendër dhe përpjekjen për ta çuar në një nivel tjetër marrëdhënien mes eksportuesve dhe shtetit shqiptar, duke e shfrytzuar AIDA-n si një stacion ku eksportuesit dhe institucionet shtetërore, duke filluar nga ministritë përkatëse, takohen. Made in Albania është një markë cilësie dhe një pasaport për Bashkimin Evropian. E për këtë arsye, ne do të mbështesim fuqimisht dhe gjithmonë më shumë të gjithë ata që do të synojnë marrjen e kësaj pasaporte, ose më saktë gjithë ata që do të synojnë të japin vetes të pasaportë, duke hequr dorë nga ideja se konkurenca me çmim të ulët mund t'i çojë larg, dhe duke u fokusuar tek konkurenca me standarde të larta, me standarde të certifikuara nga Bashkimi Evropian, për të krijuar më shumë
vlerë dhe për të synuar fitim përmes vlerës krijuar në cilësi dhe jo sasisë për të kapur një vlerë të caktuar. Nga ana tjetër, mbështetja direkte që ne do t'japim për certifikime ndërkombëtare është diçka që ne e shohim si një investim strategjik të shtetit, jo thjesht për t'i kursyer biznesit disa lek, por për ta ndihmuar biznesin që të futet më shpejt në tregun e përbashkët evropian. Kështu që do flasim ministrja me siguri për këtë hap që ne kemi vendosur të hedhim bashkarisht duke shtuar mbështetjen financiare të shtetit për certifikimet ndërkombëtare, ashtu si kundër edhe për të mbrojtur markën dhe pronësinë intelektuale të çdo prodhimi që futet në tregun evropian me identitetin shqiptar. Pash këtu disa miq të punës përbashkët që prej kohësh janë angazhuar në sektorin e manufakturës dhe më vjen shumë mirë që tranzicioni i pashmangshëm nga fasoneria thjesht tek cikli i mbyllur me dizajnin, me tekstilet, me përpunimin e drurit dhe kështu me radhë, na ka dhënë një provë shumë qartë që kush nuk pret që vazhdimësia e sipërmarrjes t'i garantohet nga oksigjeni i shtetit, por i beson inovacionit dhe vetë transformimit fiton. Kush pret që në të kundër të erës imponuar nga transformimi të vazhdoj të rri aty ku është mësuar dhe aty ku ka qëndruar duke u mbajtur me oksigjen nga shteti, është thjesht dhe vetëm duke shtyr në agoni ditën e fundit. Dhe besojmë shumë tek manufaktura, besojmë shumë tek gjithë ata që po ecin në rrugën e transformimit dhe të krijimit të vlerës shtuar dhe për të krijuar më shumë vlerë shtuar përmes manufakturës do të bëjmë më shumë në mbështetje të sipërmarrjeve që do të përqafojnë sfidën e transformimit. Po ashtu agropërpunimi është diçka që e kemi vendosur në krye të ose më saktë në prioritetet e listës sonë të punëve dhe sa më shumë të tërheqim nga kanali i eksporteve lëndën e parë dhe sa më shumë të fusim në kanalin e eksporteve lëndë të parë të përpunuar në vend, aq më shumë do të mbajmë vlerë të shtuar brenda kufive tanë. Faza kur baza kryesore e eksporteve ishte nxjerrja jashtë e lëndës parë, është një fazë që duhet ta konsiderojmë për të tejkaluar. Dhe sidomos kur vjen puna tek bujqësia, është shumë e qartë që hapi tjetër është agropërpunimi dhe si kundër bëm në fazën e parë të qeverisjes me grumbullimin, duke siguruar që Shqipëria të ketë tani më një rrjet të konsoliduar dhe të fuqishëm pikash të grumbullimit me standarde të larta, duam të kemi një rrjet të konsoliduar të agropërpunimit. Sigurisht që një nga çështjet që
janë adresuar me përmirësime të ndjeshme, por jo tërësisht nxjerrë jashtë tryezës ku sipërmarrja ka trashëtuar problemet, është çështja e barierave dhe logjistikës. Është çështja e procedurave eksportuese, lehtësimi i korridoreve logjistike për të ulur sa t'i dhe mundur kohën dhe kostën e transportit. Dhe Ministria me siguri do t'ju jap më në detaje se ku jemi dhe ku duam të shkojmë pa humbur shumë kohë me zero burokracinë e doganave, natyrisht duke mbështetur tek digitalizimi. Ka një çështje që do të duhet një kohë më e gjatë edhe mbase në vijim ju do ta diskutoni për të kuptuar edhe ne se ku është pika e dobët, pasi kemi vendosur instrumenta të ri financiar për posaçërisht për ndërmarrjet eksportuese, duke ulur riskun e tyre përballë bankave tregtare dhe gjithsesi absorbimi, thithja e këtyre fondeve është shumë e ulët krahasimisht me çfarë ne do donim të ishte. Kështu që qoftë për linjën e kreditimit të Bankës Shqipërisë, qoftë për çfarë do të fillojë të bëj Banka e Re e Zhvillimit, është shumë e rëndësishme që të kuptojmë eksaktësisht për jush se ku është pika e dobët dhe si ta adresojmë në mënyrë që këto instrumenta të jenë sa më të arritshëm nga ju dhe që ne të mund të fusim në dispozicionin tuaj sa më shumë fonde. Linja e kreditit e Bankës Shqipërisë është në thonjza pa limit, po në fakt është konkretisht pa limit, po të kemi parasysh se sa larg jemi ne nga thithja edhe pjesës parë të fondeve që është vënë dispozicion. Dhe në fund fare dua ta mbyll duke ju thënë diçka që gjithmonë më shumë për hir të vërtetës kompanisë shqiptare po e kuptojnë vetë dhe po përpiqen ta adresojnë vetë, por që përsëri unë besoj që mund ta adresojnë shumë më shpejt, mund ta adresojnë shumë më mirë dhe me shumë më tepër përfitim, që është investimi në burime njerëzore. Përpara disa vitesh, mbase ndonjëri për jush e ka dëgjuar se kam thënë edhe herë tjera, u publikua një listë e kompanive më të mëdha globale dhe ecja e tyre në 10 vite. Dhe ishte diçka e jashtëzakonshme e pasqyrë për të parë lidhjen drejt për drejt mes investimit në burime njerëzore, trajnimeve, kualifikimeve, të mbështetur financiarisht nga kompanitë dhe fitimit. Dhe të gjitha ato kompani që në fillim të 10 viteve kishin investuar më pak në burimet e tyre njerëzore, kishin ardhur me rënje në raport me kompanitë që kishin investuar në burimet e njerëzore. Dhe habia më e madhe ishte që çka ishte investuar në anë në burime njerëzore reflektoi si plus në çfarë ishte fituar. Në fillim duket sikur jep, po në fakt ai burim njerëzor ku ti investon të kthen atë që ti jep disa fish. Dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe në kuadër të sfidës që thash për sa i përket procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kështu që eksporton është një platformë e cila
prezantohet para jush sot, por që njëkohësisht do të merret me matjen e indikatorëve që do të vinë nga realiteti i punës suaj të përditshme dhe që çdo vit do të nxjerrë edhe raportin e vet për se si kanë lëvizur volumet eksportuese, një raport që do t'i vlej qeverisë për të adresuar nga ana e vet nevojat, do t'ju vlej dhe juve për të kuptuar se ku dhe si lëviz eksporti. Shumë faleminderit për durimin. Ndjes që megjithëse nuk e bëra këtu premtimin, po asnjëherë kur unë premtoj të flas shkurt nuk e mbaj dot premtimin, kështu që shpresoj që të mos ishte e mërzitshme. Edhe jam i bindur që ministrat që do flasin më pas bashkë me drejtoren e AIDA-s do të plotësojnë gjitha ato boshllogje që unë lash në fjalën time, ndërkohë që dëshiroj ta falenderoj përpara jush drejtoren e AIDA-s për punën e jashtëzakonshme dhe me rezultat që ka bërë dhe po bën, dhe uroj që të vazhdoj kështu dhe ta çojë më parë këtë transformim të AIDA-s, duke e bërë gjithmonë më shumë AIDA-n një instrument në duart tuaja. Shumë faleminderit.